marrë në punë, çfarë ka ndodhur ekzaktisht përpara terrorizmit. Që të fus në brasta, dua ta nis me një ide. Punëtorët do të kenë parasysh që më përpara se të vinte industrializmi, punonin për qef. Nuk punonin për shkak të rritjes ekonomisë, për shkak të parave të ardhurave që fitonin, po nuk punonin ditën e tjetër kishin pushim, të hënën nuk punohej sepse ishte dita pas pushimit. Dhe pastaj të martë gjithashtu ishin me ritme të ngadalta, të mërkur të njëjtë të premte, fillonte puna që më e nxitur, pra më intensive, për shkak se familjet e tyre duhet ushqeheshin. Pra puna vazhdon të jetë baza e prodhimit, baza e ekonomisë të një vendi. Por ndryshojnë ritmet e punës, të do vërejmë sot, ndryshojnë ritmet e punës. Përpara industrializmit punoheshin 2-3 ditë në javë në formë intensive, 2 ditë në forma më të zbutura dhe 2 ditë të tjera nuk punohej fare. Dita e tjetër pushim, dita e hënë pushim mbas pushimi, për shkak të festimeve që ato kishin. Fakti që ata punonin për 2 arsye. Vetëm për të rritur familjet e tyre, për të mirëmbajtur familjet e tyre, por këtu nuk kemi rritje ekonomike, nuk kemi kërkesa shumë të larta të ekonomisë, pra nuk kemi nevoja të mëdha për plotësimin, nuk kemi shërbime sikur nuk kemi sot, sepse në momentin si thamë e kaluar, në momentin që kemi shërbime, kemi nevoja për shpenzime. Kështu që në një kohë që ti nuk punon do shpenzosh. Aso kohë që ndodhte, nuk kishte nevojë që punoheshin. Ishte ushqimi, baza, pra ishim akoma tek baza që thot Marksi, ke plotësimi nevojave bazë, dhe tjetra ishte festimet që ata kishin nevojë të bënin, pra koha e lirë. Ta ngelim në të njëjtën logjik. Sot do marrim paternalizmin, drejtimin shkencor, që e përfshin terrorizmin, leninizmin dhe kulturat e organizimit. Atëherë, siç folëm para 2 minutash, siç u thash, nëse punohej për qef, kjo ishte një nevojë që duhet të vinte të ndryshonte. Në disa 10 vjeçar ndryshoi rrënjësisht disiplina e punës. Çfarë ndodhi? Punëtorët u shtyn të punonin sa më shumë në disa vende të caktuara të shkëputura prej familjeve. Zakonisht ata ku punonin më parë pranë familjeve të tyre. Dhe njëherë që punon pranë familjeve, është më e madhe lidhja që ata krijojnë me familjet e tyre dhe me nevojat familjare. Ndërkohë që në industrializm çka kemi? Kemi orë të zgjatura pune, kemi nevojë për të fituar më shumë të ardhura për të shërbyer pastaj familjes tonë. Flasim domethënë që ndryshojnë nga puna, nga nevojat bazë në një ndryshim. Po, rritet kërkesa. Ndryshimi i punës, nga disa orë punoni më shumë. Atëherë, kjo ka ardhur në gjatë procesit të industrializmit. Duhet keni parasysh diçka, si thot Marksi, në fillim thot njeriu ka nevojë për bazën, që është një veshje, një strembi kokë dhe një ushqim. Pra në mënyrë që të plotësojë nevojat bazë të tij. Një herë që i plotëson këto rrit kërkesën. Dhe Marksi gjithashtu thot se ne vim si pasojë, në ndërgjegjja sociale krijohet si pasojë historisë, që do të thotë nëse ne më përpara punonim 5 orë në ditë, 4 orë në ditë dhe punonim 3 ditë në javë, tani duke ardhur duke u rritur kërkesat, duke ardhur duke u plotësuar këto kërkesa, rriten kërkesat të tjera dhe duhen plotësuar akoma edhe këto derisa krijohet një ndërgjegje sociale. Dhe njeriu logjikisht bie që ka një lidhje të fortë me punën, ashtu deri në atë lloj pikë sa Marksi në farë mënyrë thoshte edhe tjetërsimi i njeriu, pra lidhje me punën, lidhje me kapitalin. Okej. Pra, domethënë një herë që njeriu ka para, nuk do të thotë se aty mbaroi. U formuan kapitalet, nuk do të thotë se aty mbaroi gjithçka, sepse rritet kërkesa. Mendoni diçka shumë thjeshtë. Nëse ju merrni një pagesë prej 300.000 lekësh të vjetra në muaj, nëse ju merrni një pagesë prej 1 milion lekësh të vjetra në muaj, flas me vjetra që ta bëjmë më praktike. Në fund të muajit, mendoni se do t'ju ngel gjë? Jo, pse? Kemi harxuar gjatë vitit. Për shkak të nevojave të ndryshme për bravo. Sepse kur ti ke një bazë prej 300.000 lekësh të vjetra, ti shpenzon 300.000 lekë vjetra dhe aty limitohesh. Në momentin që ke 1 milion lekë vjetra për të harxuar, arrin edhe i shpenzon të gjitha sepse kërkesat janë në një shoqëri shërbimi, pra ka kaq shumë shërbime dhe ka shumë gjëra për të bërë sepse sa ne jemi në gjendje të shpenzojmë të gjitha ato. Okej, një tjetër ndryshim që është bërë është në marrëdhënie gjithmonë më shumë të depersonalizuara. Pra gjithçka jashtë personales. Ktu është fillimi i industrializmit. Pra fillon dhe të bëhet gjithçka prodhim.
Ju kam treguar një pjesë të një filmi nëse ju kujtohet, e kemi diskutuar sepse nuk e kemi parë filmin. Një proces në industrializëm, një proces prodhimi ku njëri punëtor punonte më shpejt, nëse ju kujtohet që kemi diskutuar, një punëtor punonte më shpejt, nga ana tjetër gjithë zinxhiri për shkak të solidaritetit që ata kanë në punë, Durhemi duhet t'i kujtohet këtu. Gjithë zinxhiri ngelte mbrapa. Dhe njëherë që ai punonte më shumë, detyruan të punonin të gjithë të tjerat më shumë, sepse presupozohej nga kapitalisti që ky zotronte aftësi që të gjithë këta duhet i zotronin për të rritur prodhimin. Okej. Pra gjithmonë më pak personale puna. Nëse më parë punonin edhe angazhonin në punët e tyre punëtorët meshkuj, përgjithsisht, ose kemi diferencim gjinor këtu, ose harroni. Përgjithsisht punëtorët meshkuj zotronin toka, ose zejtarët për shembull, ose tregtarët e vegjël. Pastaj kishte nevojë që kush do punonte tek to, kishte nevojë që të merreshin punëtor, por nuk merreshin punëtor të tjerë, por merreshin pjesëtar të familjes, fëmijët, gruaja që punësoheshin, pra brenda dhe ishin familje që punonin së bashku. Pra ishte një industri e vogël dhe familjare. Edhe Italia e ka ngritur ekonominë e vet mbi familjet, mbi punësimet kapitalit të vogla, mbi industritë familjare. Okej, kishim një tjetër faktor ishte autoritetin i organizuar në formën e piramidës. Çfarë do të thotë kjo? Autoriteti i organizuar në formën e piramidës. Ishin para klasa. Përveç klasave, se klasat në lidhje me punën, besoj që ka një lloj strukture të mjaftë, pra që nga shefi deri tek hierarkia më e vogël. Hierarkia pra. Që ka një strukturë të mjaftë punës me qëllim dhe puna të jetë realizuar mirë, pra. Që ndodh një punë realizuar mirë dhe frytdhënëse, sigurisht që duhet të ketë një organizim dhe një strukturë të mirë. Nëse mungon kjo, sigurisht që dhe kjo tjetër do ngelet mangë, pra, në lidhje me punën. Okej, po pra, kjo është pikërisht. Kishte hierarki. Kishte një supervizor, filloi të ishin punëtorët pra në bazë, pastaj një supervizor i tyre, i këtyre parti, dhe një supervizor i të gjitha këtyre parteve të tjera që ishte ndarë puna. Pra kuptoni që filloi të organizohej puna. Kjo ishte fillimi i organizimit. Dhe gjithmonë më shumë të larguar nga vendi i prodhimit, si dhe në kontrollin e punës të larguar prej punëtorëve. Pra gjithmonë krijohej një farë distance për të mos u përfshirë emocionalisht. Kjo është një faktor që e shikojmë edhe sot. Sot, megjithëse ne jemi një shoqëri moderne, nuk jemi në fazën e industrializimit, shikojmë që është shumë e nevojshme shkoputja shoqërore, kemi përdorur në kaluar këtë. Shkoputja shoqërore, pra, koha e punës është e përcaktuar për të krijuar tamam këtë shkoputje që individët kanë midis njëri tjetrit dhe supervizorët me këta. Shkaqet kryesore. Së pari nevoja ekonomike. Pse u bën këto ndryshime pra? Së pari nevoja ekonomike. Njëherë që rriten kërkesat, rritet dhe nevoja për më shumë të ardhuara. Kështu që kemi nevojë për një rritje ekonomike. Shndërrimi nga fshatar në punëtor ndodhi shkallë. Pra jo për një herë. Asnjë nga etapat e shoqërisë nuk ndodh për një herë. Për shembull, ne kemi një problematikë shumë tekstuar të shoqërisë shqiptare sot, nga ku shkaqet që kemi, pra pasojat që kemi sot, janë shkak i kapërcimeve të etapave që kemi pasur në një farë periudhë nga komunizmi në demokraci për një herë. Dhe Shqipëria ka ecur me hapa gjigant, edhe këtë e pohojnë të gjithë, besoj keni dëgjuar edhe lajmet keni informuar. Një pjesë e tyre në kohën që punonin në fabrika, akoma kishin toka në fshat. Çfarë do thotë kjo? Ata kishin dy burime. Punonin në fabrik, ku merrnin pagën bazë për të ardhurat e tyre kryesore, dhe kishin prodhimin që jepte toka në fshat. Duke ardhur kjo më vonë filloi duke zbritur, duke ulur, pra filluan të humbnin tokat dhe aty e vetmja bazë e tyre të ardhurave ishte industria, pra. Me kalimin e kohës, ky burim paksoi, pra derisa u zhduk fare dhe punëtorët ishin gjithmonë më shumë të varur nga moditja. Çfarë do të thotë moditje? Keni parasysh konceptin? Moditja do të thotë angazhimi i përditshëm, një lloj skllavërimi që thoshte Marksi i njeriu. Pra një kohë sklavrit shiteshin një herë mirë, pastaj filluan të shiteshin në 8 orësh çdo ditë. Pra puna e tyre ishte shumë e rëndësishme. Në lidhje me hipotezën, siç e pranonte edhe Marksi, që në kapitalizëm në fakt të pronari kapitalist nuk blen punën, por blen gjithë individin, pra duke në farë mënyrë duke tjetërsuar dhe duke i blerë dhe aftësinë për punë. Kjo besoj që ka lidhje dhe me termin sot moditje.
Okej, po. Pra, konkretisht çfarë ndodh? Që të flasim një çik më thjesht. I bie sfavorim, domethënë si Favorim pra. Po çfarë ndodh konkretisht? Morëm tek e hera e kaluar që kishin kohën e punës. Pra punëtori jo vetëm që punon gjatë punës, por që të jetë produktiv brenda orarit të punës, atij i duhet që të punojë edhe jashtë punës. Me emailë, varet nga kompania, sipas specifikave të kompanisë ku ai punon ose të ndërmarrjes ku ai punon. Qoftë me emailë, qoftë me telefonata pune, qoftë me angazhime, të cilat janë në funksion të punës, ai dedikon ekstra punëdhënësit dhe punës pra konkrete që ai bën. Por njëherë ai ja dedikon vetes, prandaj kishim ato dy shtresat që thonim shtresa e lartë në hierarkinë e punës dhe baza, janë dy shtresa të cilat janë gjithmonë më shumë në kërkim të profesionalizimit, sepse në mes ata ose do të zbrisnin një gram më poshtë ose nëse ata punonin mirë thjesht do të ngjiteshin. Ndërkohë që këto dy skajet ishin pak më të kushtëzuara sepse puna ishte baza për punëtorët, pra baza të ardhurave, ata kishin vetëm atë, dhe karriera ishte baza për majën e piramidës, o? Okej. Së dyti. Për disiplinimin e punëtorëve merreshin masa të rrepta. Ne kemi thënë që duhen dy breza 50 vjet që të ndryshojnë një mentalitet. Njëherë i krijuar një mentalitet i tillë i punës, i përtacisë në punë, le ta quajmë kështu, sepse e tillë ishte. Njëherë krijuar përtacia në punë. Çfarë duhej të bënin? Çfarë duhet bënin industrialistët e rinj? Duhet merrnin masa pra, të stimulonin punëtorët në një formë ose jo, ose në një tjetër, pra në një formë pozitive ose jo, mund të ishte edhe sankcion negativ, vetëm që t'i nxisnin ata të punonin më mirë.